mund të ekzistojnë pa paqe dhe pa siguri. Prandaj, siç kam bërë çdo ditë të presidencës sime, do të mbështes, edhe tash e tutje, çdo veprim kundër strukturave kriminale, ilegale serbe, të cilët ja patën marrë çdo mundësi zhvillimi Mitrovicës. Do të punojmë siç kemi punuar deri tani, që këto veprime jo vetëm të ndërmerren nga heronjtë tonë, nga bijtë dhe bijat më të mirë të këtij kombi nga Policia e Republikës së Kosovës, po njëkohësisht ta kemi edhe mbështetjen amerikane për çdo veprim, në mënyrë që sigurinë dhe paqen ta mbrojmë së bashku, në mënyrë që kufijtë e Republikës së Kosovës ta mbrojmë së bashku. Dhe pikërisht këtë e kemi arritur nëpërmjet një pune të jashtëzakonshme si presidencë, kemi arritur që nga presidenti i shtetit më të fuqishëm në botë, nga presidenti amerikan, të marrim garancën me shkrim, ta betonojmë garancën që askush nuk do të guxojë t'i prek kufijtë e Republikës së Kosovës, garancë që nuk i kemi pasur nga viti 2000. Ju e dini të dashur Mitrovicas që sulmet terroriste dhe të agresionit në Bajnsk e Niber Lepens ja kujtuan gjithë botës se ne ende kemi përballë një fëmijë shekullor i cili nuk heq dorë nga ambicie destabilizuese. Por le ta di ky fëmijë nga këtu, që ne kur as nuk kemi hequr, e as nuk do të heqim dorë as 1 milimetër nga mbrojtja e sovranitetit ton, nga mbrojtja e territorit ton, nga mbrojtja e shtetit ton. Nuk kemi hequr dorë, nuk do të heqim kur. As një presion i vetëm. Nuk do të na likështoj kur nga ky qëndrim që e kemi mbrojtur çdo ditë të angazhimit ton politik. Dhe në këtë rrugë unë e di që ka të tillë që dëshirojnë qytetarët e Mitrovicës t'i mashtrojnë rreth këtyre qëndrimeve që unë i kam mbajtur si presidenti i Republikës së Kosovës. Të tillët le ta marrin fillimisht guximin të dalin dhe të përballemi. Të përballemi në një debat normal, politik, me argumente dhe nga ana ime edhe me prova konkrete se si e kam mbrojtur të vend dhe si e kam me prova konkrete se kush komunikoj me shtëpinë e bardhë për ta mbrojtur këtë vend në momentet më të rënda të historisë tonë. Sepse në këtë rrugë ju e dini shumë mirë. Partneriteti me aleatin ton të lirisë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbetet garancia më e fuqishme për sigurinë tonë dhe historia na ka mësuar se kur kemi qenë bashk, gjithmonë kemi fituar. Kur kemi besuar te vetvetja jonë, te institucionet tona të sigurisë dhe miqtë tonë, gjithmonë kemi fituar. Prandaj, mandati ynë i dytë në presidencë dhe mandati i parë i Lumirit në qeveri do të jenë mandat i punës, vazhdim i një misioni të shenjtë që na la presidenti Ibrahim Rugova dhe i një misioni një Mitrovicë që kthehet në kryeqendër të zhvillimit ekonomik, qendër të shëndetësisë moderne, qendër të mundësive për të rinjt dhe vend që njihet për paqen, për sigurinë, një vend që asnjëherë nuk heq dorë nga identiteti vet, një
rrugët e veta, sepse mos harroni, siç e thash, kemi një fqinj të rrezikshëm i cili edhe pas 500 vitesh do të dëshironte të na sulmonte. Prandaj pyetja e vërtetë është, cili është akti më patriotik dhe më vizionar që mund ta bëjmë secili prej nesh për shtetin ton, për Mitrovicën ton? Përgjigjja është e shkurtër. Ta kemi policinë e fortë e jo të lënë anash, ta kemi ushtarakun e fortë e jo të harruar, dhe ti kemi afër miqt kur na sulmojnë armiqt. Kështu, mençur, siç veproi Ibrahim Rugova, ti kemi afër miqt, atëherë kur na sulmojnë armiqt. Dhe po ju tregoj nga përvoja ime e këtyre 5 viteve, që kur ta kupton Serbia se me çka përballet, kur Serbia e din që ne i kemi afër miqt, besoni që nuk mendojnë veç 2 herë, mendojnë 200 herë edhe të hiqen mbrapa, se nuk u amban as të përballen me djemt, as me djemt ton, as me vajzat tona, e as me miqt ton që ne i thrasim në telefon për ta mbrojtur Kosovën. Prandaj na duhet mbështetja juaj, prandaj na duhet besimi juaj, prandaj duhet bashkimi ynë, sepse kur Mitrovica ecën përpara e gjithë Kosova. Dhe unë jam e bindur që koha më e mirë për Mitrovicën vetë se po fillon, prandaj Zoti e bekoft Mitrovicën tonë të dashur.